do pe i shpellave që i ka kjo rrethina pe dërmis dhe njale. Jo, ti mu sul për para se jam e ranën. Një plazh që s'mundesh me ardh kur qysh me kart pas veç me anije. 80 euro do më thonë nuk ka më rëndësia një 10 veta, 5 veta, 2 veta. I paguni 80 euro edhe me njështë. Vlau, sa më do më konë shëzloni këtu? 5 euro. 5 euro qëtu? 5 euro. Të shpella e plumbave. Pasha zonë të në madhë bukuri që kur rrëmi jenë synis mi ka po, as kur një që i kësha menu që na herë ka me ardhë me vizitu ka vene. Pra kjo është shpella e piratëve. Mislimi, ta shpijales, jena të unisë në anije, me shku mi vizitu do pe i shpellave që i ka kjo rrethina pe dërmis dhe njale. Po është edhe do plazha që nuk mundesh me shku me kërë, vish në anije dhe më thonë mundesh me shku. E na sa shumë Artoni dhe Bigi, po hypim në anije kësmet zotit edhe po nisem. Jo, ti mu sul për para se jam e ranën. Ma Pasha zotin e malë, na i pruni zotit edhe neve më hyp në anija. Vlla, më len migrant së në di kështë automatik di migrant, drejt. Lejën e kirët e kam. U krylla. O, na i pruni zoti me hyp pasha zotin e malë në anije. Të rrit nera, vlla. Unë edhe kjo vlla jam po bojmë shoferi, edhe ndjekë një rrugtimin bashkë. Ha dhe big, ha dhe mos i bëtëm së në plash gu të hecë ma shpejt. Mislimina, mish pak se kur e njeri pa dalë të vlla, që të shfrenohet grup njeri në anije. Na onesem, ku pa për ma verë? Na onesem me shku me vizitu plash për plazhe që s'kena mujtë me shku me kerë. Po edhe disa prej shpellave, që ish shpella plumbave edhe shpella piratëve. Në rumë se mune më konë dika një 20 metra, edhe është tepër ujë i pastërt, do më thonë pe shezallin poshtë. Kjo është plazhi i Qelestinës, një plazh që s'mundesh me ardhë kur qysh me kërë pas veç me anije. S'pas ka njerëz, momentalisht nuk i di shtë gjatë vitit a ka as ka. Po plazhe qetë që s'ki as resorte, as njerëz, kjo që ja vlim, la me dhonë paret më ardhë me vë plazhe që të i thuk të në djeme masanej vinë të marin, edhe u kry. Sa bukur rreth e rreth. Do thonë, mes dy kodrave, një plazh, 20 metra. Non, na i bë hallat po me qunat me gomone, unë nisem për në Angli. Fa! Qfar bukurie, ej! A nuk ja vlen mi jep për shembull 80 euro, me hyp në anije, edhe me vizitu keq qito vende të bukra Shqipnisë, o vllaznikëve. 80 euro do më thonë nuk ka më rëndësia një 10 veta, 5 veta, 2 veta. I paguni 80 euro edhe me njështë. Cila plazh ke vlla? Ka edhe një plazh 5 metra. edhe një super plazh e vogël. Wow. Kur plazh për qitën martu. Shëra Allah. Ajo, do më thonë këtu e pas ke hije vetë, s'kini nevoj për qadër heq. Mes gurëve, mes shkëmbimve. Uaj, zoti, hajre buft. Rrit nera. Do më thonë, ketë gurë pishin i poshtë, a? Me kallëzoj publikit, se këta në ashtë që të më pa mu Marlindi, në njëm shoferi që shi të regova, i shumë letë migra, veç me qëtë që në fë, apo? Veç e qëtë në fë që i bjen me fluturu, edhe veç ki me hecë bablër. Bispak se jem? Raketën e kom poshtë, fë, raketë, të shakonën e shoferit Titanikit, kur Titanikit si shfondos, për s'ka dita jahmaki. Ja, s'kishte për të njësë farë. Kur njëm. Kështu që unë e pe kapi bajrakin me hecë. Qëto jena të një plazh diku 2 metra, 2 metra plazh e vogël, po që ka interesant që ka shpella, që për më ishe me hi në shpell, edhe me dol, ka kjo nga këni për funi gurëve. Veni mahnitshëm, këto pjesë të jallës. Pasha zotin, a? Ish pak tani se kjo, o, jo për mas, para. Erda, për një shpe, ka dole. Jepi. Pa, po i ka dalë, ti mërë s'miqë. Ka dole, valla, ka dole. Hade. Se në është ta thuni propagandë. Jo. Kur kom grau në anije, që ta është për herë para më të ka kalet, kjo i ndërumi ma besoj punën, edhe me bo diçka, ma lekë se ujë s'kom ka i qaj, kështu që rrini me kapiten Artonin.
që kjo është plazha me shpellën e plumbave, edhe pse s'mune mi pak ma nena. Më thonë që të në ardhë edhe ka kanë të bup. A ka plazhë do ajo ka vish këj qadrave. Më thonë ka një shpellë gjigande që po thirë ka shpella e plumbave. Bashkë me plazh. Veç që e një farë ujë, që do më thonë që veç që një që shpërshirë kusht. Sa vlau, sa më do më konë shëzloni këtu? 5 euro. 5 euro që tu? 5 euro. Të shpella e plumbave, që do shmardhë me një jetë që të e ki 5 euro do më thonë qadrën. Wow! Masë ne mundesh me i me vizitu edhe shpellën për mëna? Po. Me 5 euro? S'ka lidhje, S'ka lidhje, po. Shpella mund të fut. Koj, zoti jam. Jo, këtë ku ka lirë, valoj. Po këse? Ha? Ku me këcy? Ku është me këcy? Ja, zet më zebe. Ja. Di që e kënejnë rrethin qale s'ka dhe delfina. A e kryve vlaqko, të di amunisa ju. Që të një, ka dole. Që kës. Hadi, hec! Shtu, ha? Pa. Drejtot të monin në te. Jena e plazha e GPS. Në plazh që është e mbrojt me edhe pej UNESCO-s. Dhe që më ka baj. Plazha që është e mbrojt me edhe UNESCO-s. Është rëndu me shumë pitorisë në shpëshirë që ka dhe tenda që rrinë këtu. Po për me ardhë me kërë deri në GP duhet me pos kirën vish off-road se me kërë normal sën vjen ose vish manije. Shkona blogë që është like. Me klime, nësë dërmi u kalzu me tu me pionina, tu kalzojna, dhe tash pionina. 20 euro shëzloni në GP. Amo është një pivenet. Pas ka shëzlona, pas ka dhe një që të bukosh. Po bukuria sajnë është që pas ke do më thonë mes dy kodrave që po ishe me hi edhe me vizitu me qa në ko mes diko rrasë 1 kilometre kishe më shku edhe me hecë me po për manga opër uje pas ato dhe që më kunë bazen qas uj pas GP, sa kom një për që GP-n sa më kanë foljes për këtë GP ma në fund dhe jërë dhe në GP amo është koka ven që pja vleka morë se s'pas ka as resort as kur gjup vish kodra Pse vlo ka ngjel emri shpellë dhe manastirit? Pse ka ngjel emri? Manastiri larë, dhe. Ah, okej. Po, do të thonë emri shpellë dhe manastirit pas ka ngjel. Una që ku ka manastiri, mal? Edhe ka ngjel emri shpellë dhe manastirit. Wow. Ajo konga do të shkoj në manastir. Me këshirë të nalë, po të mirë me, pa me ndu. Po të kjua këtë rëmë? Shpella manastiri. Po s'nafë qona në qona në Nalë, do më sa rogë, do më në ronjë në kripë të kalzaj. Na shkinë do mëne. Ona e këtë më hitë, dhe s'ka pasë sasë marë, dhe të të me kashtë në në Qysh po do këtë? Pasha zonë të në madhë bukuri që kur rrëmi jemë synis mi ka po, as kur një që kësha menu që na herë të me ordë me vizitu këtë vene. Qëto është një kafe për sirena, vim pinë kafe sirena të mpronë që shtët. Bojnë më abet bashkë. Vendi bukur, vendi mirë, ka shtë të këshyri me të shkëtë. Ashtë do më të në të shku drejtë shpellës të Tiranës. Do të shkoj në manastir, do të digje mërësir, si kur zjari në kandila. Për unë ka fnarë të shpella e Tiranës. Pietro Marco, ka qenë shpella e Tiranës ka qenë roman të Pietro Marco. Këtë shpellën e Tiranës, që kam një kanë e kanë zbulu do fmi. Edhe këto në të kanë gjithë gjana shumë interesante. Dhe ma i kishë morë menin e që kishë mund të gjithë. Qka të jesaj ka ma shumë dhe ajo lindja të në aparat. Po këta edhe shto gjivrim atash që të kanë rejtë të dhimi. Po një me pjavë ne i ka morë se po për e të i ka njeri shumë aventura. Edhe qas po që ka sune që kur një tonë që i po
shpella e piratëve. Ato që nuk është që u komponi me shpellë e piratëve, po Romani ka po thamin shpella e piratëve. Shpella gjetë në pitë që shka mujtë marrë fëmijë dhe këtu më. A gjam unë njerëzit të vëlla? Që shka mujtë marrë fëmijë dhe këtu. Zote e rëgjë. Po sigur mendimin të vënë se ma pjesën, dhe shpe që shvarë. Pra, prej të në këti rrugtimit që e bënëm, mbretëm dhe të shpella e piratëve, një shpellë shumë e bukur, me një pamje si dritare këtu në fillim, me do sy po ndoket, me këshy kështë penaltit po ndoket si sy, pra kjo është shpella e piratëve. Edhe është shpella ose pjesa e fundit që vizitoni prej Jalës, për ka pjesa e dërmis kënina me vazhdu manije. Kështu që sa i përket lëndrimit manije, këtu Përfundon rrugtimi i jonë manije. manije. Faleminderit që jeni konë aktive dhe na keni përcjell ton kohën, rreni hala se hala keni befasi për neve, e për fund më starojmë i falendru dhe sponsorat tonë. Që se jeri lemi mu, bërë me milion. Nëse dënë me të për... Opa, nëse do me të punu interneti edhe ishtë të shpella e piratëve visionar therë.com. Ju të cilë tjeni në Kosovë dhe keni qef pak para së më njësë për dete, me shku edhe me provu adrenalinën në motora, e keni ATV rent në prizë rent. Ju të cilë keni qef me shku me familje, me hongër një darë të mirë, me një vend qedë, e keni restorant Troften në Kaçanik. E nëse nisën një për kënena, për me vizitu këtu vende ku kem na, këtu shpella dhe plazhat që kenë që s'mundesh marrë me kërë, e meni ka një akullore neho me veti, me fresku shpirtin, knaqeni. Po është tëtë, për më ardhë këtu do shmu kon një veshën bukur, që kur bën foto me dal bukur në foto. E nëse do më duk bukur foto me teshat mira, shkoni te Lloksminit e rruga B. E sa i përket këtij rrugtimi, unë edhe Artoni ju përshëndesim. Po, me hongër buk ta, ku duhet me shku me hongër Po buk? kallzova te restorant Troften Kaçanik. Qata, E, sone me të buka i kam, hajde të nisëm. kështu që shikos në rrumë, sa i përket rrugtimit manije, ka shpatën. Ju rujt Zoti.